Në fillim, dukej si thjesht mbeturina, një grumbull pajisjesh të lëna në buzë të greminës, litar, një xhaketë grisur dhe një elektrik koke i thyer, por gjithçka ishte vendosur me aq rregull saqë nuk mund të ishte aksident. Kur Jasper i hapi çantën, ajo që gjeti brenda nuk ishte pajisje mali, por një paralajmërim drithërues. Mos zbrit poshtë, ka dal jashtë, nuk është qenë. Një histori misteri që do t'ju mbaj pa frym deri në sekondën e fundit. Çfarë fshihej në pyllin që bëri heshtje sapo ai nisi të vraponte? Në fillim, dukej si ple, një grumbull pajisjesh të lëna në buzë të një shkëmbi. Litar, një xhaketë grisur, një elektrik koke i thyer, të gjitha të vendosura shumë pastër për të qenë një aksident. Jasper i ndaloi, dëgjoi. Nuk kishte zëra, as hapa, vetëm era që përplasej pas shkëmbit dhe zhdukej të pemët poshtë. Vendi t'i jepte një ndjesi të keqe. Nëse dikujt do t'i binte çanta, ajo do të rrëshqiste. Nëse stuhia do ta kishte shpërndar, gjëra do t'ishin kudo. Por kjo dukej e skenuar, sikur dikush e kishte lënë aty dhe nuk ishte kthyer më kurrë. Ai u afrua. Çanta e shpinës ishte gjëja më e pastër aty. Jo e re, thjesht më pak e shkatëruar se pjesa tjetër. Jasper i ul pranë saj, duke pasur kujdes të mos e zhvendoste peshën e tij pranë skajit të greminës. Ai priste gjëra normale, një shishe ujë, ushqime, një hartë, një thik të lirë. E hapi dhe ngriu. Jo prej gjakut, jo prej ndonjë gjëje të dukshme, por sepse brendësia nuk kishte pajisje ecjeje. Ishte organizuar, qese plastike, enë të vogla të vulosura, një mushama e palosur, një rrotull teli të hollë dhe sipër një shënim i shkruar shpejt. Shkrimi rënd, sikur stilolapsi po dridhej. Sytë e Jasperit lëvizën në përreshta. Fyti i ushtrëngua. Shënimi nuk lexohej si një tabel paralajmëruese që njerëzit vendosin në përshtigje. Lexohej si një mesazh që dikush e kishte shkruar për një person të vetëm dhe më pas i kishte mbaruar koha. Mos zbrit poshtë. Ka dal jashtë. Nuk është qenë. Ka qenë i qetë. Jasper i rilexoi edhe një herë, duke shpresuar se e kishte keq kuptuar. Pastaj një rresht tjetër. Nëse e dëgjon, mos e kërko. Era goditi përsëri shkëmbin dhe pemët poshtë lëvizën si një vale vete errët. Jasper i ndjeu një dëshirë të çmendur për të qeshur, një shënim në një çantë shpine, por duart e tij nuk ndjenten dëshirë për të qeshur, i ndjente të ftohta. Ai u detyrua të vazhdonte kontrollin e çantës, sikur provat do ta bënin këtë situatë të kishte kuptim. Kishte një etiketë të vogël metalike të kapur pas një qeseje, pa emër, vetëm një numër i shkruar me markera. Një qese tjetër kishte një erë të lehtë kimike dhe e futur në xhepin ansor një telefon i vjetër, bateri e vdekur. Jasper i shikoi sërish përreth. Ende askush. Pastaj dëgjoi diçka nga pylli poshtë shkëmbit. Jo zë, një lloj fishkëllimi të ulët, sikur ajri po tërhiqej përmes diçkaje të ngushtë. Ai priti. Heshtje. Pastaj erdhi përsëri, këtë herë më afër. Truri i Jasperit përpoqte e emërtonte. Dhelpër, dre, bog, por nuk ngjante me asnjërin prej tyre. Tingëllonte gabim, sikur diçka po ushtronte një tingull që nuk e njihte plotësisht. Ai u tërhoq nga buza e shkëmbit dhe pikërisht atëherë vuri re detajin e dytë, litarin. Nuk ishte thjesht një litar i mbledhur rastësisht. Njëri skaj ishte i lidhur rreth shkëmbit si ankora. Dikush kishte zbritur poshtë dhe kushdo që e kishte lënë këtë çantë, e kishte lënë aty me qëllim, një shenjë, një paralajmërim apo një karim. Sytë e Jasperit lëvizën mes litarit dhe pemëve poshtë. Ai nuk lëvizi drejt buzës, jo ende. U tërhoq mbrapsht ngadalë, me çantën sapo e hapur në duar. Nëse ju pëlqejnë historitë me mister dhe doni të zbuloni çfarë ndodhi me Jasperin, bëni subscribe dhe shtypni butonin like. Kjo na ndihmon të sjellim akoma më shumë histori të tilla çdo ditë. Një tjetër tingull u ngrit nga pylli, një gërshqitje, pastaj një goditje e lehtë. Jasperi nuk bërtiti, nuk vrapoi, jo më njëherë. Hodhi edhe një shikim të fundit tek shënimi. Boja ishte derdhur në një pikë dhe në rreshtin e fundit një fjali përfundimtare ishte gjysmë shkruar, e pa përfunduar. Nuk. Kjo ishte e gjitha, pa fund, thjesht një mendim që nuk u plotësua më kurrë. Jasperi e mbylli çantën dhe e vendosi fiks aty ku e gjeti. U kthye nga shkëmbi dhe më në fund vrapoi. Jo drejt fillimit të shtigut, por drejt terrenit më të lartë, sepse tingujt nuk po vinin më nga pas tij, po vinin nga poshtë, dhe çdo vend që ishte aty poshtë
po lëvizte sikur e dinte se ai e kishte parë çantën. Jasperi nuk ndaloi së vraponte, derisa vija e shkëmbit u kthyen dhe pemët rralluan. Vetëm atëherë shikoi pas. Asgjë. Nuk kishte lëvizje në krest, asnjë figurë në përshkure. Vetëm pylli që merrte frym normalisht, sikur nuk kishte bërë asnjë zhurmë. Kjo ishte ajo që e trembi ai më shumë, sepse kafshët e vera nuk fiken, ato nuk heshtin me urdhër. Ai detyroi duart të punonin, nxori telefonin dhe thirri shërbimet e urgjencës. Operatori bëri pyetjet normale. Vend ndodhja, pika më e afërt e shtigut. Jasperi u përgjigj, vëzhgonte ende vijën e pemëve poshtë. Pastaj tha pjesën që urrente. Shënimi thot, një krijesë ka shpëtuar. Pati një pauzë, jo panik, një lloj tjetër pauze, sikur operatori kishte dëgjuar thirrje të çuditshme më parë dhe i dinte saktësisht si të mbante zërin të qetë. Qëndroni ku jeni, mos ktheuni pas, mos ju afroni zonës. Sirenat nuk do të mbërrinin shpejt atje, por ata mund të lëviznin njerëzit. Brenda një ore, hyrja e shtigut u mbyll. U vendosën tabela. Rangerit i nxorën alpinistët në grupe të vogla, duke ju thënë se ishte një situatë sigurie, pa detaje, sepse detajet tërheqin vëmendjen e gabuar. Mbërriti një ekip kërkimi me gjurmëtar të trajnuar, oficerë të mjedisit dhe policinë lokale. Ata nuk bënin shaka, nuk e kundërshtonin historinë e Jasperit. Kërkuan vetëm një gjë, na trego saktësisht ku e gjete. Jasperi ju udhëhoqi nga një distancë, duke ndaluar para shkëmbit. Pajisjet ishin aty, çanta e paprekur, litari ende i ankoruar. Ky detaj i bëri ekipin të lëviz ndryshe, më gadal, me më shumë kujdes. Një oficer u ul mbi çantën e hapur dhe lexoi shënimin. Ai nuk reagoi nga jashtë, por nofulla ju shtrëngua. Pastaj afroi një radio në gojë dhe foli qetësisht, siguroni perimetrin, pa civil. Ekipi nuk dërgoi njëri poshtë menjëherë. Ata u tërhoqën fillimisht, vendosën një perimetër, i larguan alpinistët nga shtigjet anësore, pastaj nxorën kamerat termike. Në muzyk, pylli duhet i ishte plot me shenja nxehtësie, kafshë të vogla, zogj, lepuj, dre, por një pjesë poshtë shkëmbit ishte çubitërisht e zbrazët, një xhep i ftoft, sikur pylli aty ishte duke shmangur diçka, dhe pastaj vetëm një herë, një formë nxehtësie u shfaq në ekran, e madhe, ulët në tokë, jo ari, as dre, lëvizte në vit të drejtë, ndalonte, pastaj lëvizte përsëri, akoma sikur ishte duke gjurmuar. Operatori e rregulloi aparatin. Forma zhduk pas shkurreve të dendura. Radio bëri një zhurmë. Njëri nga gjurmëtarët thirri. Gjetëm shqetësim. Gjurmë zvarritje. Diçka e rëndë. Stomaku i Jasperit durdhriti. Ai nuk po e imagjinonte. Diçka kishte ndodhur këtu. Kaluan orësh, asnjë përgjigje qartë, asnjë e gjetëm. Dhe Jasperi priste momentin kur dikush do të konfirmonte se shënimi ishte i vërtet. Por afër mesnatës, oficeri komandues erdhi te Jasperi dhe tha, me kujdes, po e trajtojmë si të besueshme për momentin. Pastaj shtoi diçka më të keqe. Çanta e shpinës nuk i përket asnjë alpinisti të regjistruar, jo ID, asnjë raport për person të zhdukur. Deri në mëngjes, gjetën më shumë, gërshqitje në lëvoren e pemëve, degë të thyera. Atë moment Jasperi e kuptoi se kjo nuk kishte të bënte me një krijesë, jo plotësisht, sepse një krijesë nuk shkruan shënime. Një person e bën këtë. Operacioni ndryshoi formë menjëherë nga frika. Nuk ishte më një kërcënim nga kafshët e vera, ishte një kërcënim njerëzor. Ata e larguan Jasperin, i morën një dëshmi formale dhe i thanë të mos fliste me një kë, as me miqt, as në rrjete sociale, as me alpinistë të tjerë. Pastaj, ata bën atë që bëjnë ekipet kur nuk duan që thathethemet të prahapen, e quajtën një alarm fals. Zyrtarisht, as një kërcënim, as një rrezik. Zona u rihap më vonë, pasi përfunduan mirëmbajtjet. Por Jasperi va se çfarë ndodhi para se historia të pastrohej. Ai va sa shpejt e bllokuan shtigun, si kërkuan pa hezitim, si e shmangën zona të caktuara, sikur prisnin që diçka t'i priste. Dhe ai va një detaj të fundit. Kur ekipi më në fund e mori çantën, oficeri nuk e trajtoi si ple, e trajtoi si provë, dhe kur Jasperi pyeti qetësisht, çfarë ishte, ai nuk u përgjigj drejt për drejt. Tha vetëm, bëre gjërën e duhur që vrapove. Kaluan vite. Jasperi u kthye në ecjen e natyrë, por jo atje. Jo në atë krest, sepse ai nuk ndaloi së menduari për rreshtin e papërfunduar në shënimin e parë. Nuk çfarë.
nuk kishte frikë nga personat, nuk bënte zhurmë si kafshët normale, nuk linte gjurmë. Pjesa më e frikshme ishte se ai mund të kishte vënë një krijesë të rrezikshme, ishte se alarmi fals erdhi nga një shënim i shkruar nga dikush që ishte ende shumë afër për të lënë një mesazh të dytë në natë. Dhe nëse Jasperi nuk do të shikonte brenda asaj çante, ai do të icte drejt pjesës më të qetë të pyllit, dhe askush nuk do të dinte ku shkoi. Po ju, çfarë mendoni se do të shkruhej pas fjalës nuk? A ishte ky një eksperiment i dështuar apo diçka që nuk i përket kësaj bote? Na shkruani teoritë tuaja në komente. Nëse ju pëlqejnë këto histori rrëqylluese, mos harroni të bëni like dhe të bëni subscribe për të mos humbur asnjë histori të re misterioze. Shihemi në videon e radhës.